Duda Bale tha, ma kanë ofru një pozit ku kam apliku para 10 vjetëve. Qa ka të bëjmë shkupi me Kosovën, s'pe kuptoj. Ty tu ka ble vota me terminal. Toma sot Duda Balen të thonë diçka që se kena një për para. Njeri me emën me mbi emën dul, Duda Bale tha, ma kanë ofru një pozit ku kam apliku para 10 vjetëve. Cili... Në Shkup. Qa ka të bëjmë shkupi me Kosovën, s'pe kuptoj. Shkup është një parti politike që është mbështet për kryeministit Kurti atje për me anë pushet. Ato i kemi të qartë. Do mitë që i shkoni edhe nimoni me fitu zgjidhje. Jo, unë që tash mund të thamë, i kam do mitë që atje në Zvicër edhe... Ja, për digjo. Ja, si keni Zvicër njej. Jo. Këtu e keni kandidatin e vendosur që Jo, keni përkrah në Maqedoni. mundësit. Nuk është kur gjoj legale kjo. E dim që keni përkrah kandidatin shqiptar caktum në Maqedoni. Pra, ka një falidhje. Se cila marrëveshje që bëhet për qeverinë, po të thamë për qeverinë, do t'jetë transparente edhe publiku do t'jetë... Pse jo për kuvendin mos me qenë? Jo për kuvendin, për shkak se s'ka nevojë për kuvendin. Pse na mos me ditë kush ja ka dhënë vetbesimin kryetarit Jo, për kuvendin është detyrë e secilit. Ka një pazar mrapa. Prandaj ka një sa më pazar shumë që mrapa i cili vonohen duhet me deputet qenë po transparent. humbin kohën e tyre. Jo. Na duhet me gjithë me çfarë kushte janë të votu. Ç'ka është problemi? Transparent jena tu thirr me shkuar në një proces jo transparent. Tu e ditë çka ka më na ndodh. A është votimi për president jo transparent, sipas teje jo demokratik? Votimi për president? Po, a është? Sepse është i mbyllur. Jo, ja kemi për gjyqtarë kushtetuese, se kemi për shumë institucione pavarura i cili është votimi fsheft. Do të thonë, si masë logjike, ata s'ko kanë demokratik. Ato votime s'ko kanë demokratike. Po tash kësaj radhe bile vendimet më të rëndësishme unë kisha me thonë që duhet me qenë me ja kjo është logjike gabuar. Jo, votimi na duhet me ditë deputeti, cili deputet po voton pro, cili kundër. Votimi në shef duhet me qenë vetëm për situata emergjente, për shkak se deputet përfaqësojnë interesa. E për president pse nuk duhet me ditë? Po mendoj që është logjike gabuar edhe votimi për president në formatin e mbyllur për shkak se na ish dash me ditë kush është të përkrani kandidaturën dhe kush është kundër. Pra, pse votuan në Gjermani me votim të fshehtë? Domethënë ata e kanë zbuluar demokracinë para nesh. Po, ata janë shtet demokratik para nesh. Logjik e gabuar. Për shkak se tu e ditë që demokracia ty tu ka ble vota me terminal. Ty tu ka ble vota me tendera. Jemi të interesuar me nalt këtë stad. Pse as ka mundësi me votim të haptë kjo farë formë si pas faktin e dim. E dim që ai deputet çfarë tendera po merr masanej. Familjet e kemi çfarë tendera po marrin.